Ambasador, një tjetër fjali e Mark Rutes ishte fokusi tashmë është vendosur vendosmërisht nga vendosja objektivave tek arritja e rezultateve, duke e cilësuar pikërisht atë që shpjegoi Andi pak më herët si një rezultat konkret dhe të prekshëm për një kohezion më të madh dhe gjetje rrugësh, jo vetëm gjetje rrugësh, identifikim, por dhe angazhim për të dhënë rezultate konkrete. Prandaj dhe tha fjalin NATO-ja jep rezultate. Sikurse në çdo gjë ne mund të marrim një fotografi, shikojmë të dy bashkë, juve shikoni një gjë tjetër, unë shikoj një gjë tjetër. Edhe vlerësimi për këtë summit varet shumë nga interesat e gjithë sekujti se si e shikon dhe e interpreton narrativi. Pra narrativi është ai që kontrollon gjithçka. Duhet thënë për hir të vërtetës që në raport me pritshmërinë ishte një hap pozitiv në drejtim të unitetit të organizatës, për sa kohë shtetet përsëri, me në krye Shtetet Bashkuara të Amerikës, rikonfirmuan vlefshmërinë e nenit 5 të traktatit të Washingtonit. Kjo i qetësoi gjithë, po kjo është shumë interesante se kjo vjen në një atmosferë që ishte para përgatitur për kataklizma, sikur do ndodhte në një gjë e madhe. Ndërkohë, kush e imagjinon dobësimin apo prisjen e NATO-s në një formë si Traktati i Varshavës, si do mblidhen sa burra një ditë do thonë që nuk ekziston më, e ka gabim. NATO do të jetë aty ndoshta për gjithë jetën, të paktën sa do të jem unë gjallë. Por mënyra se si funksionon do të jetë ndryshme, sepse çfarë ndodh? Zhvillimet pozitive bartin kontradikta strukturore në vetvete. Europianët po rrisin shpenzimet e luftës, po ndërkohë duan që të fuqizojnë industrinë ushtarake të tyre, siç tha me shumë të drejtë zotëria nga Londra, Andi. Por kjo është në vetvete kontradikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ajo që nuk duan amerikanët është që europianët kanë industri mbrojtëse, dhe kjo ka qenë kontradikta themelore historikisht në NATO, që ju paguani para dhe blejni armët në Amerikë, mos i ndërtoni vetë. Europianët tash duan që t'i ndërtojnë vetë, dhe këtu, me gjithë atë, të themi, entuziazmin që europianët harxojnë më tepër para, është merakull që këto para nuk do shkojnë më në Amerikë dhe çfarë vlerë, se amerikanët në fund të ditës interesohen ku do shkojnë parat. Se për Amerikën nuk e kërcënon asnjë lloj kërcënimi real, rreziku real për çaj përshkret çështje e sigurisë, nuk besoj se ka ndërmend njëri të shkojë të pushtojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu në këtë këndvështrim këta duket sikur edhe duan ta marrin me të mirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kashilliku nuk mungon. Mark Carney i Kanadas thot 30 miliard, blerja më e madhe në historinë e Kanadas, do blej 12 ndecë nga Gjermania. Vendet europiane të blejnë avion A400 me duket transporti, në vend që të blejnë ato amerikanët të mëdhenj për transportimin e trupave. Avakset që deri dje blejnë në Amerikë do blehen në Suedi. Pra, edhe shpenzimet për armatimet do të fokusohen në Europë, këto parate shumë të që do harxojnë europianët, çka nuk është në interes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kërkojnë tjetër shpërndarje. Me fjalë tjera, për këtë summit kam pash një kështu nga këto soundbite shtypit që thoshte NATO 3 mund të përshkruhet si më shumë NATO evropiane. Jo detyrimisht më pak NATO amerikane, po dukshëm më shumë NATO europiane. Europa të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e vet, po dhe për përballimin e barrës së shpenzimeve. Bile nuk përdoret më termi share, pra ndarje e shpenzimeve, po shifting of the burden of, pra çvendosje e barrës së shpenzimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek Europa. Çka nga ana tjetër, më duket se edhe sekretari i përgjithshëm përmendi këtë vonesë, pra nga momenti i premtimeve, nga momenti i allokimit të buxheteve, dhe derisa industria t'i kthej këto në asete reale për luftë, për mbrojtje, për veprim, ka një periudhë kohe të caktuar, e cila sipas strategjisë gjermane i vitit 2030